Situata mes Mateos dhe Brikenës brenda shtëpisë së Big Brother VIP bëhet ende më interesante dhe njëkohësisht edhe më tensionuar. Kjo për shkak se, për ata që nuk e dinë, Brikena në prajmin e kaluar ka nominuar Mateon duke shpëtuar Stelinën. Ai është shokuar shumë nga kjo gjë, duke parë të gjithë që në momentin e parë që ai hyri, vuri në imunitet dhe shpëtoi Brikenën, ndërkohë në momentin që Brikenës i jepet një shans, ajo e vendos atë në nominim. Ditën e sotme, njëri nga 4 persona që është në nominim do të largohet përfundimisht duke lënë lojën dhe garën. Edhe pse publiku e pëlqen shumë Mateon, nuk mendohet të dalë ai. Megjithatë, banorët brenda shtëpisë nuk dinë asgjë dhe ata janë shumë të mërzitur, sidomos Mateo. Ndërkohë që ai ka kërkuar llogari Brikenës, nga ana tjetër, ajo thotë që e ka bërë këtë gjë nga inati për ta lënduar atë dhe për t'i treguar atij që mos të thotë gënjeshtra, pasi këtë gjë ajo e lidh me fjali që ai ka thënë, pra që e ka puthur Brikenën dhe kanë qenë të lidhur. Ndërkohë nga ana tjetër duket se çifti e pëlqen shumë njëri tjetrin, por ka patur faktorë të tjerë që kanë bërë që këta të dy mos ta vazhdojnë me njohjen apo lidhjen e tyre dhe të ndahen. Me aq sa Mateo ka treguar brenda shtëpisë, duke mos dashur të tregojë pjesën e Brikenës, çifti apo këta 2 persona kanë stopuar lidhjen e tyre për shkak të familjes së Brikenës, pasi ata të dy janë ndarë sepse familja e Brikenës nuk e pëlqente Mateon, dhe ndërkohë në fan club është bërë një bisedë ku mendohet se këta të dy janë ndarë për shkak të fesë, pra nuk i përputheshin traditat. Nuk dihet nëse kjo gjë është e vërtetë. Megjithatë, të gjithë fansat e ndjekësit e Big Brother urojnë